Tregom e ardhmja e paneleve solare, si e parashikon në 5 vjet apo 10 vjet të ardhshëm. Ne, në 5 vitet e ardhshme kemi pas vetëm ngritje dhe kërkesë kanë qenë secilëherë më shumë se tani. Okej. Për shkak se ne po e shohim si në Kosovë, Shqipëri, në Maqedoni kemi ngritje të energjisë elektrike. Po. Derisa kemi Konstant edhe. derisa kemi këtë fenomen, ke bie që jo dikush që don, por kjo është e patjetërsueshme me investu në sistemin fotovoltaik, për shkak se kosto shumë e lartë e energjisë elektrike, si dhe mund për disa biznese në Kosovë dhe edhe me gjë të jetë e papërballueshme çmimi elektroenergjetik. Për shkak, po marrim një shembull se si vjet ju e dini që Kosova është fut në treg të lirë dhe disa biznese janë fut pa dashin e tyre dhe nuk kanë qenë të përgatitur për atë treg. Ose më me thonë që ka pas biznese të cilat kanë kontraktu punë për një vit jashtë vetë. Dhe ata e kanë kalkulu çmimin e energjisë elektrike, e kanë kalkulu çdo gjë dhe ju ka dalë një çmim final. Çfarë ka ndodhur tani? Me absolut, do thonë, kur është ngrit çmimi 200%, dhe çfarë ndodh me ato biznese?